me i modhi fare. Qartë. Mirë, eci me marsin edhe me prilin, sepse kanë qenë 2 muajt para elektoral, politika në mars ka pasur fokus të zgjedhjet dhe aleancat, lëvizje taktike dhe mesazhe elektorale të hershme, ndërkohë drejtësia ka pasur vendime të rëndësishme në disa procese kyçe, lidhur këtu edhe me faktorin e krimit organizuar, ndërkohë që ka pasur debat mbi pavarësinë e institucioneve. Po në prill, në vigjiljen fakt të muajit zgjedhor, politika intensifikoi fushatën, bëri premtime dhe pati përplasje direkte, mediat edhe në qendër të lojës politike, ndërkohë kontrata e PD-s për lobimin $6 milion për nëngrata duket që turbulloi shumë ujëra. Në këtë kohë të prillit, hetimet prekin emra të njohur, reagime politike ndaj vendimeve të drejtësisë. Ecim edhe me majin, lutem regjia, nëse kemi gati. Në maj, politika ka pasur kulmin e fushatës, mobilizimi maksimal i partive, polarizimi i lartë publik, Rama merr 83 mandate, PD rrudhet, ndërkohë drejtësia ka parë që institucionet kanë qenë në vëzhgim të fortë, u ngrit task forca, por që më pas pati edhe pak kënaqësi sepse nuk veproi sipas opozitës për krimet zgjedhore. Çdo vendim lexohet edhe politikisht, krimet zgjedhore morën vëmendjen kryesore. Po prap pas majit, pra muajit zgjedhor, pas zgjedhjeve, analiza e rezultateve dhe ripozicionimi i aktorëve politik ndodhi vetëm majtas, ndërkohë që opozita nuk e bëri këtë apo nuk e ka bërë ende si një analizë të mirëfillt totale të zgjedhjeve, drejtësia rikthim tek ritmi normal, fokus tek çështjet e mbetura pezull gjatë fushatës. Kreshnik, nëse sjellim në vëmendje lobimin, $6 milion është Partisë Demokratike për një nëngrata dhe nga ana tjetër vëm në peshore Rama i 4. Cili është perceptimi që pate në këtë muaj të nxehtë të etheve të fushatës dhe të vitit zgjedhor? Shko, fushata elektorale e Partisë Demokratike erdhi në vigjilje të fitores së presidentit Trump, gjë e cila po ta rikujtojmë, ta kthejmë një vit përpara, lajmet ishin krejt ndryshe. Kush ishin lajmet e shkurtit dhe marsit? Lajmet e shkurtit dhe marsit ishin në 90% të medjave, ishin Trump dhe SBA mbyll SPAK-un. Trump dhe SBA heq fondet SPAK-un. SPAK-un mbetet pa rroga, ulen qepenat e SPAK-ut. Dhe këto nuk janë egzagerim. Po deshe ja u hap t'i lexojmë tani. Po se i kemi diskutuar së bashku, po. Duhet jemi korrekt, pra të gjithë ata që shpresojnë sot vinë pushtet nga SPAK-u, para 8 muajsh thonin SPAK-u ul qepenat, do i hiqet dekorata e Blinkenit, do i hiqet Dumanit, Dumani do dilte pa punë, SPAK-u po mbyllet, Trumpi ju preu fondet, pra kemi një situatë krejt tjetër, të cilën sot askush nuk e përmend dhe nuk e kujton. Dhe në vigjiljet kësaj ishte që u hap një thes tjetër për të financuar dhe për të lobuar në SBA, duke u trajtuar të dolën titujt e tjerë në prill, që mund të shkojë drejt SBA-s, Zoti Berisha shiftuar në Departament Shtetit, do shkojë në SBA, do niset me sot, me nesër, u prem biletat. Ishte vetëm ky thonte tani do shkoj, po nga mosha akoma nuk po nisën. Tani ti themi gjërat siç janë, se prap shqiptarët i harrojnë dhe nuk ja kujton njëri. Megjithatë, partitë politike janë në drejtë në tyre. As ne nuk mund t'i detyrojmë kombajnë kryetar, dhe nuk jemi këtu për të imponuar, as nuk jemi për të thënë se çfarë duhet bëjnë me paratë e tyre, a ti bëjnë fustane gratë, a ti bëjnë lobim në SBA, etj. Është problem tjetër se si trajtohen në media. Në media, 300 shishe vere, trajtohen krim të një biznesmeni, 6 milion euro, trajtohen politik dhe meritokraci për lobuar në SBA. Se këto verat janë interesante, se mund të kushtojnë më shumë nëse zhduken nga darka në mëngjes, se pastaj janë interesante gjërat. Vetëm një sekond. Mos harrojmë që përgjegjësia politike, personale dhe publike që ka një zyrtar i cili qeveris apo drejton politikën e shtetit në 35 vite nuk mund t'jetë e barabartë me përgjegjësinë që ka një biznesmen. Mos i ngatrojmë gjërat. Dhe po të rikthehemi prap në prillin dhe në marsin, prillin dhe majin e vitit e këtij viti 2025, risia ishte një gjë tjetër. Kush është risia? Të gjitha sondazhet, përfshirë dhe sondazhet e televizionit tuaj, dhe 3 televizioneve tjera,
nxirrnin figurat popullore në Shqipëri, më të pëlqyeshme. Dhe në figurat popullore në Shqipëri, ndër 5 të parët, po heqë Edi Ramën, se fundit ajo vjen nga pushteti, renditeshin edhe 4 figura tjera, që ishin Endri Shabani, Adriatik Klapaj, Arlind Qori dhe Agron Shehaj, të cilët konsideroheshin si 4 figura më popullore se tha Ilir Meta, Sali Berisha apo ata të cilët pretendonin qeverisën Shqipërinë dhe cilin rotacione. Dhe në qoftë ne, pse vite kjo analizën, se ne mund të bëjmë protesta nga mëngjesi në darkë. Po? Në qoftë ne nuk bashkojmë dot atë elektorat i cili solli ndryshimin politik 35 vite më parë, në një parti e cila kishte 1.200.000 vota dhe sot ka 400.000, sa heqët votat e alatëve, ka 400.000, ka 1/3, dhe arsyeja nuk është se bëjnë më pak protestë. Arsyeja nuk është se qeverisë Edi Rama dhe socialistët më mirë. Po? Arsyeja nuk është se këta 800.000 që i e kanë ikur PD-s kanë shku te PS-ja. Jo. Arsyeja është se aty është njeriu të cilit i ka larguar këta votues demokratë. Dhe nëse nuk riparohet arsyeja pse u larguan këta demokratë, që të rikthehen dhe të mbushin sheshin me 200.000 njerëz nga kryeministria. Që të mund t'i dridhen këmbët qeverisë. Atëherë është e pamundur. Pra nuk mundet pretendosh që të dalin të bëjnë revolucion për të rrëzuar Ramën, për të sjellë një njeri për cilën këta janë larguar. Dhe arsyeja e vetme është të riparojnë atë, dhe kjo është arsyeja pse s'erdhën në pushtet, se dalim tek ajo tjetra. Se edhe nxirrin sondazhet tuaja. Mirë, do të kalojmë pak më shumë kohë.